Janë 7 kërkesat e studentëve të Universitetit të Prishtinës të cilët presin të i plotsojnë nëpërmjet protestave. Grupi i pavarur i studentëve ndër të tjera kërkoi që afatet e prillit dhe tetorit të jenë me nga 2 provime. Kërkesat janë afati i prillit me 2 provime, afati i tetorit me 2 provime të jetë për kusht, të rikthehen afatet për absolvent, të krijohen kushte më të mira për mësim, cilësi, duke nisur nga profesorat, në asistent, fusha, hapësirat për të realizuar ushtrimet tona e shumë kërkesa tjera. Studentët janë shprehur se nuk do të ndalen deri në realizimin e kërkesave të tyre. Të rritet kriteri kaq shumë për këta studentat, këtij fakulteti, është shumë e vështirë. Nuk do ndalemi deri në realizimin e këtyre kërkesave. Unë edhe njëherë them se studentët janë më të arsyeshëm. Ndërkohë, përpara rektoratit, grupi i studentëve protestuan duke kërkuar që të bisedojnë edhe me rektorin, por kjo nuk u realizua. Studentët thanë se do të kthehen sërish të ejten me protestën e radhës. Sot mbi 3.000 studentë të Universitetit Prishtinës kanë bllokuar gjitha njësitë akademike, Fakulteti Teknik, Fakulteti Mjekësisë, Fakulteti Ekonomik, Filozofik, gjitha njësitë më të mëdha akademike kanë qenë të bllokuara nga studentët, të cilët e kanë që një formë shprehje së pakënaqësisë për poshmarrshit studentor, të cilin duket se nuk po dëshiron të reflektojë rektori dhe senati i Universitetit të Prishtinës. Këta bllokuan këto universitete dhe e bojkotuan punën mësimore. Mirë po më duket se as kjo nuk më është rëndësishme për rektorin. Grupi i pavarur i studentëve dhe parlamenti studentor kërkuan nga rektori Zejnullahu që të plotësohen kërkesat e tyre deri të enjtën. Dhe nuk do ndalemi deri në realizimin e kërkesave studentore.